Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshiruesit, falenderojmë Madhin Zot Allahu xhalla xhelalu, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin i profetit sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në kiamet. Jemi në surat e fundit të Kuranit, elhamdulillah po mbyllim Kuranin së bashku. Dhe faktikisht këto surat e fundit të Kuranit kanë ajete të shkurtra, e njeriu sa herë që kalon një ajet thotë me vete këtu ka për të ndalë. Po inshallah do të ndalemi gjatë, do të ndalemi në disa momente. Për shembull, në surën e parë që lexuam është një ajet që jep kuptimin jetës dhe ekzistencës. Thotë Zoti: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen. Dhe çfarë është mes këtyre të dyjave? Çfarë është mes jetës dhe vdekjes? Për t'ju vënë juve në provë, për t'ju sprovuar se cili për jush do t'jetë vepër mirë. Pra sikur po na tregon Allahu me një fjali kuptimin e jetës. Jetë sprovë, me të mira që të vijnë, jetë sprovë a do t'jesh falëndërues. Me fatkeqësitë, me të këqijat, me dëmet që të ndodhin, jetë sprovë, a do t'jesh i durueshëm. Që jeta, ti gjithë jetën tate e kenë provë. Si për mirë, për ndodhin gjonat, po edhe kur nuk shkojnë gjonat ashtu si që ke menduar. Jenë provë. Çfarë do të thush? Çfarë do të nxjerrësh? A do të mërzitesh? A do ta prishësh zemrën me Allahun? A do të thosh elhamdulillah? Pejgamberi alayhis salam ka pas një përkthim shumë interesant të këtij ajeti. Thotë, por i notën diçka që shkojsh në punë të mirë, ai thoshte: "Elhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat." Falënderimet takojnë Allahut që me mirësinë e Zotit arrin suksesin. Dhe kur notën që punë nuk i shkojshin mirë, sepse ai ka pas momente që gjona nuk shkojshin sipas asaj që ai mendonte. Thoshte: "Elhamdulillah ala kulli hal." E falenderoj Allahun për çdo gjë që ndodh. Për çdo lloj situate, falënderimi takon Allahut xhalla xhelalu. Ky është një ajet në surën e Mulk, do të ndalemi në surën sura Al-Qalam. Në surën Al-Qalam, vëllezër dhe motra, çudi e madhe, Allahu xhalla xhelalu e lavdron pejgamberin alayhis salam për diçka që se ka lavdruar pra si gjë tjetër, siç e ka lavdruar për këtë gjë. Pra, pejgamberi sa ka qenë njëri që falë më shumë, pa Allahu nuk e ka lavdruar. Pejgamberi sa ka qenë njëri që agjironte më shumë, pa Allahu nuk e ka lavdruar. Pejgamberi sa ka qenë njëri që më shumë të përmendte Zotin, Allahu për vetë nuk e ka lavdruar. Pejgamberi sa ka qenë ai që pendoi më shumë te Allahu. Po të mundesh me takim me pejgamberin alayhis salam 70 herë deri në 100 herë do të dëgjosh Zot më fal dhe Zot më mëshiro. Astaghfirullah, 70 herë në takim. Merr nëse takim me botën tjetër. Megjithatë Allahu prapë për këtë nuk ka lavdruar Kur'an. Nëse ka pas njëri vëllezër dhe motra bujar, bujaria e pejgamberit sa ka qenë pa krahasueshme. Megjithatë prapë Allahu për këtë s'ka lavdruar. Në surën Al-Qalam, kapitullin mbi pendën dhe shkrimin, Allahu e lavdron pejgamberin e Islam për edukatën dhe përsjelljen e tij. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ti, o Muhammed, ke një edukat të përsosur. Sikur po na thotë neve i Madhi Zot, njëri i cili ka fe dhe besim, duhet të dallohet në edukatën e tij. Njëri i cili ka dije dhe beson në Zot dhe në botën tjetër, duhet të dallohet në edukatën e tij. Ose dallu besimtari në edukatën e tij, për çfarë do të dallohet o vëllezër? Për çfarë duhet të pirin sy? Po s'ran sy për edukatën dhe për sjelljen e tij. Normalisht në surën Al-Qalam ka një histori interesante aty, historia e djelmoshave, të cilëve babai u kishte lënë një plantacion të madh frutash. Dhe babai sa herë që e vilte plantacionin, i ftojte dhe fukarejt dhe e ndante një pjesë të vjelave për të varfër. E kur vdes baba, më lidhe çunat, edhe thonë, po pse të rapin fukarejve? Ne këta e kina vu me mund dhe me djerës këta, menqëve, të kishin vu këta. Kështu që thamë,
Njerëzit e dinë kur ne I vjelim, po ne do shkojmë herët, do të marrim punë para mëngjesit, do të marrim frutat, e të mbjellat, e të vjelat, e do t'i ikim bimë rahat, as fukare dhe as kush. E bon planin, dore në mes të natës nga shtëpia, edhe u nisëm drejt plantacionit. U shkuan atje vëllezër dhe motra e gjetën të shkrubuar të tërë. Njoni për tyne ishte më I mençur se tjerë dhe ju thotë, o vëllezër, na ju thash që mos boni shumë muhabetësh. O vëllezër, cili është mësimi për kësaj? Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç Tij. Duke dhënë, ti siguron dhe për veten tënde. Sepse besoje këtë që po të them edhe ndjeje. Thotë pejgamberi sa kur dikush e jep diçka, para se me ra në dorën e nevojtarit, bjerë në dorën e Allahut. Allahu Akbar. Subhanallah. Nuk paksohet pasuria për shkak të pamirësisë dhe të moshës po pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto përmendën dhe historinë mëse të tjerë për të ndalën. Kemi lexuar surën mbrapa, surën El-Haqqa. O vëllezër, suratu El-Haqqa ka momentin më të rëndësishëm të ditës Kiametit. Kur njerëzit dalin nga takimi me Allahun, që janë audiencë personale, çdo njeri për jush, unë dhe ne gjithë bashkë, gjithsecili për nesh do të ketë takim personal me Allahun. Lëshohet një perde, do të jesh ti dhe Allahu. Ti mu dhe Allahu, gjithsecili për nesh dhe Allahu. Allahu tregon momentin kur ngrihet perdja, si del njeriu kur ngrihet perdja. Ka për aty në surën El-Haqqa. Po ka për aty që kur ngrihet perdja dhe del jashtë, del me libër në dorën e djathtë, regjistrin e punëve të veta në dorën e djathtë, edhe për të madhe. Ha umqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Vërtet, o njerëz o ejani lexoni librin tim. Fitova. Ejani lexoni. E dija që I ditë do të takoj Zotin. E dija që I ditë do të vi ky moment. Krau tjetër, kur del tjetri, ngrihet perdja. Ai thot, Allahu siç thot pranë Kur'an, ai thot, o Zoti, më mirë mos e kisha marrë këtë libër, sepse e merr librin dorën, librin e veprave e merr dorën e majt. Më mirë mos e kisha marrë këtë libër, më mirë kisha vdek. As si s'mbëri dobi as pushteti, as para, as si ços mori. E Allahu xhallahu thot, ati subhanallahu vëllezër. Thot ati nuk do t'i thuhet ati, eja këtu I dashuri, Allahu Akbar. Ati, pra këti jo besimtarit, këti zullumqarit, këti kriminalit, nuk do I thuhet ati dit, eja këtu I dashuri. Që do me thonë, besimtarit do t'i thuhet, eja këtu I dashuri. Allahu na bof për të dashurve të ti. Amin. E fundit fare kemi lexuar të surën Ma'arij, sepse jemi në fund edhe ecën si kishmet Kur'anit vet. Surën Ma'arij, do të ndalem vetëm për një detaj shumë interesant vëllezër, I surës Ma'arij. Thot Zoti, innal insana khuliqa halu'a. Idha massahu al-khayru mannu'a wa idha massahu ash-sharru jazua illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Njeriu është krijuar I luhatur. Pra natyra në cilën Zoti ka krijuar njeriu është luhatja. Si kur I ndodhin mira shtrëngohet, kur I ndodhin të këqija kalon në pesimizëm. Kur I ka punët mirë harron, edhe Zotin harron. Si bie me një pra si gjë. Kur I ka punët keq, kalon në ekstremin tjetër, jo s'bëhet tuar sot në xhami. Me njëri telefonin vllava filon është I bëjt boli duatës, njëri ka pi fotoksi. Po pse? Kështu e pati I moment. Ekstrem. Njëri është I tillë. Por, tha Zoti, ka një kategori njerëzish që nuk janë të tillë. Kush janë ata? Ata që janë të rregullt me faljen e namazit. Kush është I rregullt me faljen e namazit, Zoti jep stabilitet.
Zoti jep qëndrueshmëri, Zoti jep dritë, Zoti jep nur, Zoti jep largpamësi. Sepse ai 5 herë lidhet me Zotin dhe me Krijuesin. Dhe është e pamundur që ky njeri të jetë pa shtyllë kurrizore, pa pancë, pa ka stabilitet. Është i qëndrueshëm, është i besës, është i fjalës, i rrin muhabeteve, i rrin marrëveshjeve, i rrin kontratave. Nuk është dyftyrsh, nuk është hipokrit. Se nuk ndodh kur o vllai dhe motra ime, ti jesh me 5 vakte dhe ti jesh pa shtyllë kurrizore. Ti jesh me 5 vakte dhe ti jesh laraman. Nuk shkon. Ka diçka këtu që nuk shkon. O namazi ka problem, o ti s'ke kuptuar Islam. Po thjesht e ke marrë se për marrësi, për shnet, që të qarkulloj gjaku mirë dhe mos ke probleme me tensionin. Se e ke marrë kështu pastaj, shef çuditëra. Lut Zotin më që të na fali, e të na mëshirojë gjithë për përjashtim. E qoftë ky fund Ramazani shkak që të rregullohen mangësitë, gabimet dhe problemet tona në fillim të këtij Ramazani. Me shpresë e Zotit, kështu siç e kemi nisur inshallah taala nesër, do të bëjmë edhe duan e hatmes, pra duan e mbylljes së Kuranit. Kështu që qëndroni me ne deri në fund. Zoti ju shpërblet.